Gazetari Bahri Cani ka dhënë një lajm me rëndësi për diasporën dhe ata që udhëtojnë në Belgjik. Sipas Canit, Belgjika do të fillojë së shpejti të kontrollojë kufijtë e jashtëm, por akoma nuk dihet data e saktë se kur do të futen këto kontrolle. Lajm me rëndësi për diasporën dhe ata që do të udhëtojnë në Belgjik. Belgjika do të fillojë së shpejti të kontrollojë kufijtë e jashtëm, por akoma nuk dihet data e saktë se kur do të futen këto kontrolle. Qëllimi është pamundësimi i futjes së migrantëve ilegal. Belgjika do të shtrëngojë kontrollet në të gjitha rrugët e rëndësishme, stacionet hekurudhore dhe aeroportet. Më parë kufijtë e jashtëm kanë filluar t'i kontrollojnë edhe Gjermania, Holanda, Franca dhe Luksemburgu, ka shkruar Cani. Tutja i thonë se në këtë mënyrë kufizohet dhe më shumë liria e lëvizjes brenda zonës Schengen, që me siguri do të ndikojë edhe në ngadalësimin e kalimit të kufijve. Sidoqoftë, qeveria belge ka bërë të ditur se kontrollet do të forcohen në rrugë, në vend parkime pranë rrugëve, si dhe në transportin tokësor, hekurudhor dhe ajror, në veçanti me vendet si Italia apo Greqia, ku vjen dhe numri më i madh i të huajve. Kamasa për fillimet janë kufizuar, por 6 muaj do të fillojnë në ditët apo javët e ardhshme, por saktë nuk është thënë akoma se kur. Sidoqoftë, në këtë mënyrë kufizohet edhe më shumë liria e lëvizjes brenda zonës Schengen, që me siguri do të ndikojë edhe në ngadalësimin e kalimit të kufijve, ka vazhduar gazetari.